Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin një nivel të lartë kur Alba shpërthen në lodh dhe emocionet e saj bëhen të pamundura për t'u kontrolluar. Me zërin që dridhet nga mlefi dhe trishtimi, ajo fillon të flasë me vendosmëri dhe mlef të hapur. Limi është bastardh. Ai më ka përdorur dhe ka luajtur me mua. Banorët e tjerë ndjen të shtangur dhe të tronditur nga fjalët e Albas, dhe disa qëndrojnë të heshtur, duke ndjerë tensionin dhe mlefin që përshkon dhomën. Çdo shikim dhe çdo lëvizje e saj duket dramatike dhe tërheq vëmendjen e të gjithëve. Atmosfera është e ngarkuar me emocione dhe duket se asgjë nuk mund ta qetësojë tensionin që ka shpërthyer. Alba vazhdon të flasë, duke përshkruar mënyrën se si Limi e ka lënduar dhe se si veprimet e tij kanë qenë të pandershme. Ajo shpreh zhgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë që ka ndjerë, duke bërë që çdo fjalë të duket e rëndësishme dhe e mbushur me emocion. Banorët e tjerë ndjejnë presionin e momentit dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por lotët dhe mlefi i Albas janë të pamposhtur. Fjalët e saj përshkojnë çdo cep të dhomës dhe duket sikur çdo tingull i zërit të saj rrit tensionin dhe dramatizmin. Ajo përpiqet të tregojë se nuk mund të durohet më veprimet e Limit, dhe se lojrat e tij kanë ndikuar thellë mbi ndjenjat dhe sigurinë e saj emocionale. Çdo heshtje e shkurtër ndërmjet fjalëve të saj, çdo dridhje e zërit dhe çdo lot shton ndjenjen dramatike të situatës. Banorët e tjerë ndjejnë intensitetin e momentit dhe fillojnë të diskutojnë mes tyre, disa duke shprehur shqetësim, disa duke u përpjekur të kuptojnë se si do të ndikojë kjo përplasje në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe në lojën që vazhdon. Çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje, duket se rrit tensionin dhe bën momentin të duket më dramatik. Alba vazhdon të shpërthejë në lodh dhe të shprehë mlefin, shgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë, duke bërë që çdo fjalë e saj të ndihet nga të gjithë. Ajo përpiqet të qartësojë se nuk mund të tolerojë manipulimet dhe lojrat emocionale të Limit dhe se çdo veprim i tij ka pasoja të forta për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother. Emocionet e forta të Albas, lotët, mlefi dhe zhgënjimi e bëjnë debatin të duket intensiv dhe të ndjerë nga të gjithë. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të reagojnë banorët e tjerë dhe cili do të jetë ndikimi i këtij shpërthimi në lojën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo fjalë, heshtje dhe shikim shton dramatizmin dhe tensionin e situatës. Banorët ndjejnë mlefin dhe emocione të përziera që përshkojnë dhomën, duke e bërë momentin të duket i gjallë, i ndjerë dhe i paharrueshëm. Ky episod tregon qartë se si emocionet e forta dhe mlefi mund të krijojnë një dramë të ndjerë dhe të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother, duke lënë gjurmë tek të gjithë.